Prej orës 9 në Pallatin e Sportit Farie Hoti në kryeqytet do të hapen 587 kuti votimi për të verifikuar saktësinë e rezultateve fillestare në këtë qark që jep 16 mandate parlamentare. Ky rinumërim ka rëndësi të veçantë për disa parti të vogla pasi gabimet e mundshme në numërim apo në vlefshmërinë e votave mund të ndikojnë drejt për drejt në shpërndarjen e mandateve. Lëvizja Shqipëria bëhet e drejtuar nga Adriatik Klapaj humbi një mandat me një diferencë për rreth 500 votash. Nëse gjatë rinumërimit kandidati Azmer Dulević arrin të rikuperojë këto vota, ai mund të fitojë mandatin e deputetit. Në këtë rast, Partia Socialiste do të humbiste një mandat dhe deputetja Zeqin Çaushi do të mbetej jashtë parlamentit. Rreziku për Çaushi nuk vjen vetëm nga jashtë Partisë Socialiste, por dhe nga brenda partisë, pasi ajo fitoi një diferencë shumë të vogël, vetëm 64 vota më shumë ndaj rivales së saj në listë, Maldrita Bardhos. Ndërkohë, edhe Partia Mundësia ka nevojë për të paktën 519 vota shtesë gjatë rinumërimit që t'i marrë një mandat Partisë Socialiste dhe të përfaqësohet në kuvend. Në qarkun e Tiranës, rinumërimi përfundoi të premten pa ndryshime në shpërndarjen e mandateve, megjithse u identifikua lëvizje të vogla në numër votash, të cilat u cilësuan si gabime njerëzore nga Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve dhe jo të manipulimeve apo dhe trafikimit të votave.